Është mbajtur sesioni i radhës në linë të Pogradecit lidhur me vendbanimin e lashtë Palafit, teksa faza e parë e gërmimeve është drejt mbylljes. Profesor Ardian Anastasi konfirmon se ka patur gjetje të reja si gardhe rrethues dhe jo vetëm. Për arkeologun e njohur shqiptar, Ilir Gjipali, rëndësia e këtyre gjetjeve është e jetë e madhe, pasi rikonfirmon se ky vendbanim është më i lashti në të gjithë Europën. Në këtë sesion mori pjesë edhe ambasadorja zviceriane në Shqipëri, e shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli. Discoveries about the very old history. Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, zonja Ruth Haber, nga fshati Lini Pogradecit, vlerësoi përkushtimin e palës shqiptare dhe theksoi rëndësinë e këtij projekti për shkencën dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Ajo theksoi se kjo është një nismë shkencore e Universitetit të Bernës e mbështetur nga Zvicra si pjesë e përkushtimit të saj për zhvillimin e Shqipërisë. Kanë bërë shumë zbulime të rëndësishme për historinë e lashtë të këtij liçeni të vjetër të Ohrit në Pogradec. Për ne është shumë mirë që shohim këtë lloj bashkëpunimi mes ekspertësh, me trajnime të përbashkëta dhe shkëmbim njohurish, që tregon se ka një potencial të madh turizmi. Unë jam shumë e lumtur që jam në linë, tha ambasadorja.